Territori shqiptar për datën 14 maj 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm me reshje shiu në disa zona dhe vranësira të shpeshta gjatë ditës. Paraditja do të sjellë reshje shiu në zonat qendrore dhe juglindore, ndërsa zonat bregdetare do të kenë vranësira dhe intervale të shkurtra me kthjellime. Pasditja vijon me mot të freskët dhe reshje lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 19 gradë Celsius. Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 13 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 12 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan 13 deri në 20 gradë Celsius. Berat 13 deri në 19 gradë Celsius. Korç 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 15 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 19 gradë Celsius. Sarandë 13 deri në 20 gradë Celsius.